Zoti jo vetëm që ekziston, por mund të vendosë edhe fatin e një ndeshje futbolli shumë të rëndësishme. Për çdo që mendon ndryshe, pas këtij rasti të treguar, do të ndryshojmë patjetër mendim. Në ndeshjen e parë mes Shqipërisë dhe Serbisë, ishte Rej Manaj që humbi penallti në minutën e parë të shtesës në pjesën e parë. Në të dyja rastet u akorduan vetëm 1 minutë shtesë dhe saktësisht në sekondën e 57 topi u prit nga portieri Petrović. Ndërkohë po njëjti portier në po të njëjtën minutë, pothuajse në po të njëjtën sekond, u shkatërrua në Serbi nga goli i Rej Manajt. Sulmuesi i Shqipërisë arriti të shënonte golin e fitores pikërisht në të njëjtën sekondë në Leskovac, pasi e kishte humbur një penallti në Tiranë. Dhe për ta bërë akoma dhe më të bukur këtë situatë, ishte rasti i fundit i Nedim Bajramit. Mesfushori i Rangers doli tek për tek me portierin e Serbisë, por gaboi totalisht në fund, duke na mohuar golin e dytë. Nëse ai goli i dytë do të ishte shënuar, vlera e golit të Manajt do të binte disi në krahasim me tani, por ai topi Bajramit nuk shkoi në rjet dhe ishte pikërisht goli i Manajt që na dha fitoren e madhe, 0-1 në tokën serbe. Pra fati mbajti në lojë vetëm golin e Manajt, si për të treguar anën tjetër të asaj që ndodhi në Tiranë, ku Manaj mori të gjitha kritikat për penalltin e humbur dhe fitoren e mohuar. Por jo vetëm kaq, Shqipëria ishte me fat në të paktën 3 momente ku goli i Serbisë ishte thuajse i sigurt për të ndodhur. Dyer Vlahović dhe një tjetër rast i rrezikshëm nga e djathta bën që topi të kishte disa kombinime, por që të mos hynte kurrë në rjet. Pra Shqipëria dhe Manaj kishin fatin për të mbritur të ajo mbrëmje e madhe. Një fuqi hyjnore ndaloi fitoren e Shqipërisë në Air Albania, pasi ishte përcaktuar që gëzimi i madh të ndodhte në tokën e Serbisë. Paska edhe një zot për ndeshjet e futbollit. Ai ekziston edhe aty, u tregua në Leskovac, u tregua edhe në Tiranë.